بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. Ndëruar besimtar, të gjitha falenderimet I takojnë vetëm Allahut. Atë falenderojmë prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë dhe tek Ai kthehemi me pendim të sinqert. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga të këqijat e vetvetes son dhe nga veprat dhe punët tona të liga. Atë që udhëzon Allahu askush nuk mund ta humbas dhe atë që humbi me drejtsinë e Tij askush nuk mund ta udhëzojë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut, një dhe I pashok është Ai. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguar I Tij. Ai e përcolli mesazhin, e përmbushi amanetin, e këshilloi ummetin dhe luftoi në rrugën e Allahut ashtu siç duhet derisa ai erdhi vdekja nga Zoti I Tij. Nuk ka asnjë të mirë që Ai na e la pa na e treguar dhe asnjë të keqe pa lajmëruar prej Saj. Na I lëvdata shumë dhe shpëtimi I madh I Allahut qofshin mbi të, mbi familjen, shokët e Tij dhe gjithë ata që pasojnë me përpikmëri rrugën e Tij deri në ditën e llogarisë. E më pas, o ju besimtar, friksojnë Allahut të lartësuar, Zotit tuaj, dhe kini parasysh mbi kthyrjen e Tij mbi ju në të gjitha veprat dhe lëvizjet tuaja. Thot I lartësuari dhe pendoni tek Allahu të gjithë, o ju besimtar, ashtu që të shpëtoni. Robët e Allahut, shpeshherë pyesin ata që janë të lidhur nga gjunahet, të shqetësuar nga gabimet dhe mëkatet dhe të penguar nga ndjekja e rrugës së bindjes në Allahut të lartësuar, për shkaqet që ndihmojnë të shlirohen nga gjunahet dhe të shpëtojnë prej tyre. Po ashtu robërt Allahut edhe ata që luftojnë me nefsin e tyre për shkak të tundimeve të shumta dhe larmisë së dëshirave dhe të tekave njerëzore. Ndaj kjo është një këshill e shkurtër, robërt Allahut, ku do të sqarojmë disa çështje që ndihmojnë besimtarin dhe besimtaren të shlirohet nga gjunahet dhe të shpëtoj prej tyre me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. O ju besimtar, dijeni, ju mëshiroj dhe I begatoft Allahu, se ndihma më e madhe është turpi ndaj Allahut të lartësuar, pra ti turprohesh Allahut, sepse kur robi e di se Allahu e sheh dhe është informuar në detaje për të, dhe se ai është para Allahut në dëgjim dhe në shikimin e Tij, dhe se Allahut nuk I fshihet asgjë, sa do e imët që t'jetë ajo, atëherë ai turprohet nga Allahu. Që Allahu ta shoh aty ku e ka ndaluar dhe të mos e shoh aty ku e ka urdhëruar. Po ashtu prej gjërave ndihmëse o robërt e Allahut, pa që të shlirohesh nga gjunahet, është dashuria ndaj Allahut të lartësuar, e cila duhet të mbush zemrat e besimtarëve, sepse kjo dashuri është ndër pengesat më të mëdha dhe më të forta ndaj gjunaheve, sepse ai që e do dikë I bindet atij. Thot dietari I madh Ibn al-Qayyim, thot ta'sil ilaha wa taz'umu hubbahu in hadha al-amr fi al-qiyas shani'u in kana hubbuka iyyahu sadiqan la ta'atahu in al-muhibba lil-muhibbi muti'u. Allahu ne kundërshton dhe dashurinë e Tij ti pretendon. Nëse e vërtet do t'ishte dashuria jote kashë ti do t'i bindesh atij. Vërtet I dashurit të dashurit I bindet. O ju besimtar, gjithashtu prej gjërave ndihmëse për të shliruar nga gjunahet është frika nga Allahu I lartësuar. Kjo frikë lëviz në zemër, duke njohur Allahun I lartësuar dhe madhështinë e Tij, dhe duke njohur gjithashtu ashpërsinë e dënimit të Tij, premtimin dhe kërcënimin e Tij, duke njohur banesën
ku do t'japësh llogari dhe do të shpërblesh dhe çfarë është përgatitur aty nga llojet e dënimeve. Allah Rasulullahi thot nabi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Lajmëroj robët e mi se unë jam falës i madh dhe mëshirëploti dhe se dënimi im është dënimi i dhëmshëm. Si shpreson në faljen e gjunave dhe në mëshirën e Allahut, ashtu duhet i friksohesh dënimit të Allahut, dhe kjo të ruan dhe të largon dhe shliron nga gjunahet dhe varësia e tyre. O ju besimtarë, prej gjërave ndihmëse për robin e Allahut në shlirimin nga gjunahet është njohja e mirësive dhe begative të Allahut subhanahu wa taala mbi ne, sepse mirësitë e Allahut vazhdojnë mbi robin në çdo kohë dhe në çdo çast. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. E nëse do t'i numëronit mirësitë dhe begatitë e Allahut, nuk do t'i përfshinit dot ato. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Nuk posedoni ndonjë mirësi vetëm se keni prej Allahut. Kështu që nuk i ka hije një robi që mirësitë e Allahut nuk rreshtin mbi të, t'i përballë ato me gjunahe dhe ta zemroj dhuruesin dhe t'i largoj këto mirësi pra me gjunahe, sepse gjunahet i largojnë mirësit dhe begatit. Sa popull i pak begatuar i madhezot përpara nesh, ata nuk e falenderuan atë, por insistuan në gjunahe dhe bën arrogant dhe mendjemdhënj dhe Allahu i shkatërroi ata, ashtu që të marrim shembull dhe të tjerët. O ju besimtar, prej gjërave ndihmëse për të shliruar nga gjunahet është shikimi dhe meditimi rreth pasojave të tyre të këqija, përfundimeve të dhimbshme dhe dëmeve të shumta që ato shkaktojnë në këtë botë për robin dhe në ahiret. Po ashtu prej gjërave ndihmëse për të shliruar nga gjunahet është fisnikëria e shpirtit, pastërtia dhe lartësia e tij, sepse nuk i ka hije një shpirt i fisnik ta ndot, ta poshtroj dhe ta përlyej atë me papastërtinë dhe mbyllësinë e gjunaheve dhe shkeljeve të urdhrave të Allahut subhanahu wa taala. Thotë i lartësuari, bi'sa al-ismu al-fusuqu ba'da al-iman. I shëmtuar është emri i shturjes pas imanit. Pra ai që bie te Allahu është mu'min. Ai që kundërshton urdhën e Allahut është fasik, është i shturur, i prishur, i ulët. Se i ka fyer urdhrat e tij dhe ka rënë në ndalesat e tij. Po ashtu do t'i lartësuari, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ka shpëtuar ai që pastron shpirtin e tij nga gjunahet dhe ka dështuar ai që ndot dhe përlyen atë. Allah na rujt. O ju besimtar, prej gjërave ndihmëse për të shliruar nga gjunahet është shkurtimi i shpresës dhe që robi të kujtojë se qëndrimi në këtë jetë nuk zgjat dhe se ahireti po vjen ndërsa kjo botë po largohet. Nuk ka gjë më të dobishme për robin se sa shpresa e shkurtër. Pra më shpeso se dhe të është gjatë. Mendo sikur do, si thot pejgamberi selam Abdullah ibn Umar në vazhdimin e fjalës së pejgamberit ku thot, "Ji në dynja sikur të ishe kalimtar apo i huaj." Thoshte ibn Umar mbas këtyre fjalëve, Allah i kënaqë me të, kur të ngrysesh, mos e prit argimin, mos prit që të gdhiesh, dhe kur të gdhiesh, mos e prit mbrëmjen. Merr nga shnet yt për smundjen tate dhe merr nga jeta jote për pra mbas vdekjes tënde, pra për vdekjen tënde. Dhe sa bukur thot poeti nga selefët, thot, "Ja men bi dunyahu ishtaghal wa qad gharrahu tulu al-amal, aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana minhu al-ajal, al-maut ya'ti baghtatan wal qabru sunduq al-amal." Thot, ja o ti që dynjaja të preokupon dhe shpresa e gjatë po të mashtron, a nuk ishe i shkujdesur ti derisa e gjeli të afrua ty? Vdekja papritur vjen dhe vari është sunduku ku veprat e tua ti i gjen. Në varë do t'i gjesh punët e tua, ose do të gëzojnë,
ose do gjesh gjunahet tua që do të pikëllojnë, do të trishtojnë, do rënkosh gjatë aty. Ndaj mendo për këtë ditë. Po ashtu, o robët e Allahut, prej gjërave ndihmëse për robin që të çlirohet nga gjunahet është shmangja e teprimit. Teprica. Teprimi në ushqim, në pije, në veshje e të tjera si këto, sepse teprimi i madh ka thënë e shëmur zemrën dhe pengon atë nga gjërat thelbësore. Aqulu hadha al-qawl wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. I them këto fjalë dhe kërkoj falje për veten time dhe për ju. Kërkojni atij falje vërtet, ai është falës dhe mëshirues i madh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. O ju besimtarë, gjithashtu prej gjërave ndihmëse për të shliruar nga gjunahet dhe për të shpëtuar prej tyre, dhe kjo është tepër e rëndësishme, është ripërtëritja dhe rifreskimi dhe rinovimi i imanit. Sepse imani o robët e Allahut ka nevojë të ripërtërihet. Ta ka falur i Madhe Zoti, ka udhëzuar në iman dhe në islam, mos mendo se nuk vjetërohet dhe nuk ka nevojë për ripërtëritje dhe rifreskim. Në hadithin që përcjellet nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai ka thënë, vërtet imani vjetërohet në kraharorin e gjithkujt prej jush, ashtu siç vjetërohet rroba, tesha. Prandaj kërkojeni Allah që ta ripërtëri imanin në zemrat tuaja. O Allah na ripërtëri imanin në zemrat tona. Amin. Por për të Allah, kur imani ripërtërihet në zemër, ai largon shpirtin nga lidhja me gjunahet dhe nga prirja drejt tyre dhe nga varësia prej tyre dhe thërret zemrën drejt asaj që afron me Allahun e lartësuar dhe afron me mëshirën e tij të gjerë dhe të pakufishme. Ndaj, o robër të Allahut, t'i friksohemi Allahut në çdo çast dhe në çdo situatë, haptazi dhe fshevrazi, dhe t'i bindemi atij dhe të shoqërohemi me njerëzit që na kujtojnë bindjen e Allahut dhe turpërohemi në prezencën dhe shoqërinë me ta, pra turpërohemi që të bëjmë gjuna. Kështu është më parsor që t'i turpërohemi Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra këto që përmendën në këto pak rreshta dhe pak sebebe dhe shkaqe që të ruajnë nga gjuna dhe të ndihmojnë që s'lirohesh prej tyre, janë vetëm disa prej mjeteve, shkaqeve të dobishme që ndihmojnë robin për të shliruar nga gjunahet dhe për të shpëtuar prej tyre. Sigurisht që vetëm këto nuk mjaftojnë, por duhet krahas këtyre sebebeve dhe përpjekjes për të zbatuar ato, që robi të kërkojnë ndihmë nga Allahu subhanahu wa ta'ala, të kërkojnë mbështetje dhe përkraje prej tij të lartësuarit, të jetë i sinqert në lutjet dhe në duat e tija, të përmirësoj përuljen kashi tij, të shtoj lutjet me insistim dhe këmbgulje ndaj Allahut të lartësuar. Ndihma më e madhe, duaja, përgjërimi, kthimi me pendim tek Allahu dhe kërkimi që të japë sukses për të kthehesh më në gjuna. Sepse askush nuk është i pa gabime dhe i pa gjuna. Mesela thot kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun. Të gjithë bita Ademit janë gabimtar, pra që bie shpesh gabime. Më të mirët e gabimtarëve janë ata që pendohen shpesh. Allah na bëj prej tyre. Kështu pra prej lutjeve madhështore të përcjella nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është ka thënë: O Allah, ne të kërkojmë ty xhenetin dhe çdo fjalë apo vepër që na afron tek ai, dhe kërkojmë mbrojtje prej teje nga zjarri dhe nga çdo fjalë apo vepër që na afron tek ai. O robët e Allahut, dërgoni salavate dhe selame të shumta. Allahu i mëshiroft mbi Muhamedit, birin e Abdullahut, ashtu siç urdhron Allahu në librin e tij duke thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Thotë lartësuari, vërtet Allahu dhe engjëjt e tij dërgojnë salavate mbi pejgamberin. O ju që keni besuar, dërgoni mbi të salavate dhe përshëndeteni me selam të plot. Dhe ai, pejgamberi selam ka thënë: kur dërgon mbi mua një salavat të vetëm, Allahu dërgon mbi të 10 të tilla. Po Allah dërgoi salavate mbi Muhamedit dhe me familjen e Muhamedit, ashtu siç dërgoi mbi Ibrahimin dhe mbi familjen e Ibrahimit. Vërtet i lavdëruar i madhruari
dhe begatoje Muhamedit dhe familjen e Muhamedit, ashtu siç e begatove Ibrahimin dhe familjen e Ibrahimit, për të ti e lavdëruari, i madhëruari. O Allah, i kënaqur me kalifët e drejt, shokët e pejgamberit, Abu Bekrin, Omerin, Uthmanin dhe Aliun, dhe i kënaqur me të gjithë sahabët, me tabiinët dhe ata që ndoqën ata me mirësi deri në ditën e gjykimit, dhe me ne bashkë me ta, me bujarin, fisnikrin dhe mirësin tënde, o më bujari, bujarë. O Allah, jepi nga dhënim dhe triumf islamit dhe muslimanëve. O Allah, ndihmo ato që ndihmon fen tënde, librin tënd dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O Allah, ndihmoj vëllezërit tanë musliman të dobët e të shtypret pa përkrahur kudo që janë nëpër botë. O Allah, jep për ta ndihmës, përkrahas, mbrojtës dhe mbështetës me fuqinë dhe madhërinë tënde. O Allah, na jep sigurinë në vendet tona dhe përmirëso dhe udhëzo prisit dhe imamlarët tanë dhe bëj udhëheqjen tonë tek ata që të friksohen ty, të respektojnë ty dhe që ndjekin kënaqësinë tënde, o Zoti i botëve, i lartësuar dhe i përsosur je ti, o Allah, dhe ty të takon i gjithë falënderimi, nuk ka të adhuruar tjetër me drejtë përpos teje. Astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.